qëllimi i kësaj marrëveshje është krijimi i bazës nevojshme ligjore që Kosova të përfitojë nga fondet e Bashkimit Evropian. Kemi nevojë për investime që janë të linjëzuara me sigurinë ekonomike të Bashkimit Evropian, si dhe për qasjen financim që përputhet me ambicien tonë për reforma, progresin demokratik dhe vlerat tona të përbashkëta. Andaj plani i rritjes së BE-s është përgjigja e duhur për të përshpejtuar reformat të cilat kemi nisur. Marrëveshja ka për qëllim përshpejtimin e parafrimit me legjislacionin e Bashkimit Evropian, integrimin ekonomik rajonal, si dhe konvergjencën socio-ekonomike me BE-n, duke plotësuar fondet e instrumentit të para-anëtarësimit. Në qendër të këtij përkushtimi qëndron agjenda e reformave të Kosovës. Qeveria e Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave në kuadër të angazhimit drejt financimit qëndrueshëm të shpenzimeve publike dhe zhvillimit bashkëpunimit financiar me institucionet ndërkombëtare financiare, kanë nënshkruar pra me 18 prill të vitit 2024 marrëveshjen e kredisë për programin e parë për financimin e politikave zhvillimore për efektivitetin fiskal, konkurrëshmërinë dhe rritjen e gjelbër. Ky ka qenë një program përmes të cilit pra Kosovës i sigurohet përkrahje buxhetore në vlerë prej 90.3 milion euro, dhe kjo vjen pasi që Kosova i ka përmbushur të gjitha pra objektivat dhe aktivitetet e dakorduara me Bankën Botërore, përfshiktur edhe reforma të ndryshme ligjore. Politika zhvillimore janë kryesisht pranë fond të ligjeve dhe akteve tjera administrative, të cilat kanë si synim të sigurojnë stabilitet afatgjat makroekonomik dhe fiskal.